reja në lidhje me korjet? Festa e grurit vjen si një integrim i modernes me tradicionalen. Do të ruaj komplet traditën e kësaj kulture bujësore, si shtam, që të ardhur ndër shekuj. Ka këngët, ka vallet, që i dedikohen festës së grurit, duke u harmonizuar me elementet moderne, si që është parada e vajzave, që është një risi që ne e kemi sjell, e kemi futur te kjo festa e grurit, ku këtë vit do të jenë gati 400 vajza, të stiluara të gjitha me grur, me kaza gruri dhe veshja do të jetë shumë unike, që i dedikohet festës së grurit. Njëkohësisht edhe koncerti festiv do të ketë këngëtar ndër më të mirët e muzikës shqiptare. Por tradita është shumë e rëndësishme për festën e grurit edhe në edicionin e 7 të saj. Për përgatitjen e festës së grurit marrin pjesë rreth 700 burime njerëzore. Që do të thotë, pjesa më e madhe tyre janë fermerët të zonës Pojanit. Panajiret janë të bërë me fermerët e zonës të Pojanit. Parada e mekanikës bujësore janë fermerët të zonës Pojanit. Historia e kulinarisë që i dedikohet festës së grurit i përket një periudhe që i përket viteve të socializmit, atëherë kur garantimi i bukës ka qenë një veprimtari shumë e gëzueshme për gjithë myzeqarët dhe nënat i dedikuan këtij prodhimi bujësor ose njerëzve që merreshin me prodhimin, me korjen dhe me shirjen e grurit, një gatim shumë specifik që është biba në saç. Biba në saç gatuhet në myzeqe vetëm për një muaj dhe dedikohet periudhës kur nis korja dhe shirja e grurit dhe nuk vazhdon më asnjë periudhë tjetër. Nënat myzeqare e mirnin këtë gatim tradicional shumë unik dhe e çonin aty ku bëhesh korja e grurit, në atë fushë dhe ku ndodhej ai autokomajner. Autokomajnerët dhe në atë kohë, por njëkohësisht edhe sot ruhet kjo tradita, konsiderohen si njerëz shumë të rëndësishëm për familjet myzeqare, sepse i sjell një pjesë të begatisë, është një respektim i njeriu të punës dhe i punës, por njëkohësisht dhe i garantimit të bukës.